Liderët e partive që e përbëjnë koalicionin Vlen, Izet Megjiti dhe Bilal Kasami kanë komentuar deklarimet publike të antarit shqiptar Mersim Maksuti, që ishte pjesë e grupit për hartimin e ligjit për përfaqësim adekuat dhe të drejtë, i cili publikisht tha se vërejtjet e tij nuk janë marrë në konsiderat. Kasami dhe Megjiti janë thirrur në një deklaratë të mëhershme tek Maksuti, i cili ka thënë se BDI për 22 vite nuk ka arritur që të sjellë ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ekspert që i referoni ju tha se BDI pati 23 vite për të draftuar një ligj të tillë dhe nuk e bëri. Ne jemi krenar që në vitin e parë të qeverisjes tonë e draftuam një ligj i cili do të garantoj përfaqësimin adekuat të gjitha komuniteteve në Maqedoninë të Veriut konform kushtetutës. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Megjiti është shprehur se Maksuti ka qenë antar në grupin e punës që është caktuar nga Taravari, por sipas tij, ligj ideal nuk ka. Ta potencojmë që 30 vite nuk ka pas ligj, këtë ka thënë zoti Mersim Maksuti, që BDI ka pas rastin 22 vite të sjellë ligj, nuk e ka sjell. Ligj ideal nuk ka, dhe edhe vërejtjet janë të mirë se ardhura, sepse ligji ka kaluar në procedurë qeveritare. Duhet shkon në Komisionin e Venecias, do kthehet në parlament dhe vetëm mund ta bën ligjin edhe më të mirë. Të pyetur se sa kohë do duhet që ky propozim ligj të miratohet, duke patur parasysh se qeveria të njëjtin do ta dërgojë në Komisionin e Venecias, Kasami dhe Megjiti janë shprehur optimist se i njëjti do të shqyrtohet shpejt në Komisionin e Venecias dhe më pas do të miratohet edhe në Kuvend. Do të kërkojmë edhe nga Komisioni i Venecias që të veprojnë shpejt në këtë rast, për shkak se bëhet fjalë për një ligj që është i rëndësishëm sa i përket përfaqësimit dhe punësimit të komuniteteve në Maqedoninë të Veriut, që është një kategori kushtetuese, dhe unë besoj që shpejt do të kalojë gjithë ata procedura dhe pastaj i njëjti të kalojë edhe në Kuvend dhe të miratohet dhe punësimi të bëhet bazuar në ligj. Megjiti nga ana tjetër është shprehur se qytetarët nuk duhet që të ngatrohen me afatin e shqyrtimit të Komisionit të Venecias, sepse përfaqësimi është kategori kushtetuese. Ngarkohen qytetarët me afatin e Komisionit të Venecias, për shkak se përfaqësimi adekuat është kategori kushtetuese, e garanton kushtetuta përfaqësimin adekuat, dhe po ashtu në qeverinë e tanishme Vleni ka marrëveshje politike për përfaqësim adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike, dhe jo vetëm gjatë punësimit, por edhe në avancimin e shqiptarëve të cilët janë harruar vitet e tëra. Profesori universitar Mersim Maksuti në një postim në rrjetet sociale, ndër të tjera ka thënë se në mungesë të sanksioneve juridike kundër vajtëse ndaj zyrtarëve publik, përgjegjësisë politike ndaj bartësve të funksioneve publike dhe lënie në vullnetin politik të zbatimit të këtij ligji janë indikator se ky propozim ligj nuk do të arrijë efektin juridik të dëshiruar, ka shkruar ai. Reagime për këtë propozim ligj kanë patur edhe partitë opozitare shqiptare, të cilat janë shprehur se nuk do ta përkrajnë këtë ligj kur do të dërgohet në Kuvend për votim.